takimeve. Situata me përmbytje sipas kryeministrit Edi Rama vë përpara përgjegjësisë dhe faktorin njeri, duke mos e cilësuar thjesht si fatkeqësi natyrore. Në mbledhjen e parë për vitin 2026 me kryetarët e bashkive, kreu i qeverisë lajmëroi një task force kundër ndotjes plastike, si edhe një grup pune për menaxhimin e kanaleve kulluese. Është vënë në funksion një flotë e dedikuar për qoftë për pastrimin e kanaleve kulluese, qoftë për mirëmbajtjen e infrastrukturës rurale të rrugëve, të ngrejë një task force të përbashkët mes qeverisë dhe pushtetit vendor, përbërë nga disa përfaqësues kyç të qeverisë dhe disa përfaqësues nga ju, për të konceptuar një plan me 3 faza, afat shkurtër, afat mesëm dhe afat gjatë, të përbashkët. Kryeministri nuk i kurseu kritikat ndaj drejtuesve të institucioneve vendore sa i përket paketës së maleve, madje ai u shpreh se asnjë prej tyre nuk do të rikandidojë nëse nuk përmbushin objektivat. Ambicia jonë duhet të jetë 1000 investime nga kjo paketë. 1000. Që po t'i ndash në territor, në 60 bashki, sipas potencialeve nuk janë shumë. Nuk do të ketë asnjë rikandidim të mundshëm nëse nuk do të jetë arritur targeti i këtij projekti. Rama u tregua i ashpër edhe sa i përket investimeve të bashkive, duke i rikujtuar se buxheti është dhënë tashmë dhe nuk duhet të presin çdo gjë nga qeveria. Ky proces do të jetë i hapur për gjithë, por duhet një qasje kreative, proaktive, agresive, vullnet plot e juaja. Duhet iniciativë, duhet parë çdo pjesë e territorit, nuk mundet dot të rrini dhe të prisni vetëm nga buxheti i shtetit. Dhe të prisni vetëm nga tarifat. Së shpejti nis edhe sezoni turistik, ku shefi i ekzekutivit paralajmëroi çdo kryebashkiak se duhet të jetë gati për të përballuar fluksin. Sezoni prek çdo bashki për të krijuar kushte sa më të denja në plazhe, por edhe për të krijuar kushte të atilla që t'i japin mundësi çdo kujt që të ketë plazhin publik. Pas fjalës së Ramës, mbledhja vijoi me raportimin e ministrave, të cilët theksuan edhe piketat kryesore për vitin 2026 për pushtetin vendor.